të votave të kthyer mbrapsht dhe këtu ju kërkoj ndjes. Ligjia, lutem atë vendimin e non gratës së zot Berisha ka pasi deklaratë sot të zotit Rama. Unë po e lexoj, tha se ja hoqën vërtet dankën të shpëtonte Shqipëria nga një turp i pashembull, po aha, iq që nga një tjetër nga ato tallit e bufit me lukunin e kënetës, ku mbetet gjithnjë i palëkundur besimi se po i tha bufi fluturon edhe gomari. Trushpëlarja aq shembullore u ka bërë në tërë këto vite të shkretërve, saqë edhe kur bufi rrjedhur për çatet rrugëve, këneta shë ëndra madhështore me rrugë qumshti dhe mëndafshi, ku oqeani bëhet kos dhe kapelja trampise e bufit shumëfishohet në milionat e nxjerrë flori mbi mbëshkrimin USA. Pra, Edi Rama ka bërë një deklaratë të tillë, ju e ndiqni, Flogert Fatos e ndiqni këtë deklaratën e fortë të zotit Rama, që përveç se është një reagim si kundërshtar i politikit zot Berisha, është edhe një reagim i kryeministit që di dhe ka informacione më shumë se të gjitha për shkak të detyrës. Komendi juaj se e rikthyem edhe një herë. S'ka, domethënë, ose na ka dëgjuar neve dhe ka reaguar, çfarë them unë tani? Të e tham ne para Ramës. Atëre, po kur themu që ti je dramist, ose ai është muçist tani se. Jo, ai Flogert muçist. Atëre shumë shkurt. Komenti yt? Gjykoj që atë që tham qëndron pra që duhet një vendim zyrtar nga ana e Departamentit Amerikan të Shtetit. Komenton fjalë për fjalë Rama. Si koment, por fjalë për fjalë do të thotë kjo që ai pëllumbi nxjerr nga kapela e magjestarit që solli nga Washingtoni. E bukur kjo frazë, më pëlqen shumë kjo. Po? Për fat të keq nuk na heq atë poshtërim që pësuam si komp, si vend, si shtet më 21 prill të 2021. Jo, ke për një frazë që do thënë sepse pavarësisht se ka përdor bufin, edhe një herë lutem regjia në full screen deklaratën e zotit Rama, edhe pse ka përdor bufin, edhe duke shoqëruar me foton TTT. Asaj nuk i ndahet sepse ka si leitmotiv. TTT çfarë do të thënë në Flogert se ti e di atë të Ramës. Çfarë do të thënë? Dhe dër ose të çka e di. Do të tallet e bufit me lukuninë e kënetës, që mbetet gjithmonë i palëkundur besimi se po e tha bufi fluturon edhe gomari. Pra këto bufi, gomari, këto do të thonë të famës. Për mua shndrohen të gjitha në i plumb të kapelës së magjestarit. Ja, edhe ky tha edhe ky një shpend. Okej, jemi në fund të emisionit, në orën 16 të ditës së votimit, Flogert Muça dhe Fatos Çoçoli, të dy miqtë e emisionit mia, do t'ju ftoja sërish në studio për ecurinë e zgjedhjeve. Unë falenderoj shumë. Flogert, më bëhet shumë qefi që ti je rritur shumë profesionalisht. Ashtu është. Nuk dua të trajtoj si ato partitë e reja që jeni i ri, se jam i bindur që të thonë edhe ty në studio i ri nuk kemë. Unë kam vetëm një diferencë me partitë e reja. Çka ke? Sa vjeç je? 33. Moshe Krishtit, po ka i problem. 33. Flogert Muça zbulon moshën. Dëgjoj vllai. Të uroj fatin e Aleksandrit të Madh si arritje, por jo fatin Faleminderit, po jo, ndryshe nga këto kryetarët e partive të reja që e mohojnë të shkuarën e tyre dhe nuk janë mirënjohës për të shkuarën e tyre, unë t'jam mirënjohës ty se ke qenë nga ata të parët që për këtë që jam sot ke dhënë kontributin tënd duke më hap derën pa nuk un kam bërë gjë të merituar, po prit tani se kjo shifra 33 prit, s'ta lëm këtu. Ti e di që Shqipëria ka 33 kryeministra dhe Edi Rama është kryeminist i 33? E kam lexuar. Dhe Flogert Muça është. E kam lexuar te i libër i mikut tim. Dhe Flogert Muça është 33 vjeç dhe ky tani ma përforcon akoma më shumë që ky është edramist. Po ta di Edi Rama. Dhe Rama 3 mandate ka deri tash. 3 mandate dhe ai edhe mund të ikin 2033-shin tani. Çfarë them unë tani? Po Tusi më thot më merr seri çka zgjedhje, ai pret rezultatet dhe mbaron rezultatet edhe i bie telefoni thot Roland thot libri yt vazhdon të jetë në rregull thot. Do të thënë ne bëjmë një botim pa ndryshuar shifrat dhe numrat dhe emrat. Një fjalë shumë e fundit. Njëshi do të vazhdojë të ngelet njësh, dyshi do të vazhdojë të ngelet i dytë. Edhe ky më duket duke rrezikuar që në parlament të jetë i treti për shumë pak kohë. Ju falenderoj shumë edhe një herë edhe si Fatos edhe një herë Flogert, të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga Roland Çafoku, mirupafshim.